Mirë, se policia dhe bëm punë të mirë, Kron dhe Bedrea. Absolutisht. Institucioni ma kredibilive, s'po diskutim. Shumica e shokëve të me personal janë policë. Janë ashtë shumë ka... Edhe po vjen... Po i sulmon në rjezë. Jo, nuk i sulmoj. Ma djoni i mbroj policët dhe zyrtarët e policisë Kosovës. Pak më herët i takova, 2 zyrtarë policisë Kosovës, cilët më dalun. A di që më thash jam kritikusi, ja tha për ne jo, tha se ne bojmë punën si dohet. Po edhe i përmirësan zëtëredjes kritika. Jehon shumë zyrtarë policisë Kosovës të cilët e bojmë punën me përkushtim. Nuk janë të interesum me i krasu me ata cilët janë të arrestum edhe në procedura. Se cili janë përgjithësi për dvetur. Po, zëtëredjesi, po këtë tema dhe njerë sepse na i kam bu 2 tema bashkë, çështja e personave që sillen në arrati dhe janë të lirë në vendin tonë, edhe çështja e trafikimit. Përveç imigrantëve të cilët vinë nga lindja e mesme, a ka edhe trafikim të qenieve njerëzore për aktivitete si prostitucioni, shitja organeve, e gjëra të tjera? Do t'i përmend disa lloje të trafikimeve. Janë trafikimet me qenie njerëzore. Ama përmendja ato të cilat janë aktive në vendin tonë. Janë trafikimi me armë, ju e dini që sot vetëm janë kapur një sasi e madhe armatimeve në Kosovë, qka do të thotë se kemi trafikim me armë, trafikim me substanta narkotike, ju dini që aksioni maj madhë Sky, ku kapën tash një sasi, para 2 ditë në Kaçaniku është arrestu një grup me 15 kg heroin, edhe këto binë me marijuan, edhe këto janë pjesë kodrë të aktivitetet trafikimeve. Vendet, si Kosova, janë bërë një vend interesant, një trampolin për çështjet e trafikimit qenieve njerëzore, që kemi dyshime se nga Kosova... Ku përfundojnë? Zakonisht, fatkeqësisht, shumica e personave të cilët, sidomos të gjinia femnore që po përfundojnë, janë në Republikën Srpska. Fatkeqësisht është bën një oazë e kësaj çështje. Po pse trafikohen gratë? Për përdorim fatkeqësisht për përdorim prostitucionit, e që në fakt Republika Srpska tani më e ka marrë vëmendjen në Ballkan më shumë se gjithçka tjetër, ku në një farforme është legalizuar ky farlloj biznesi aty, nuk e di nëse do të ketë mundësi në rrafshin ndërkombëtar. Ka dhe gra shqiptare që trafikohen? Jam i sigurt dhe kam informacione që po ka dhe gra. Gra shqiptare që punojnë si prostituta në listë në Republika Srpska? Që punojnë do të ishte më lehtë, po që janë të detyruara. Po, kjo është ideja që ato merren me forca. Punojnë me vullnetin e tyre do të ishte pak më lehtë se sa të jenë të detyruara. Kemi folë bashkë me Kronin dhe ju e lezi rastin kur një shumë prej $1 milion eurosh hyri në Kosovë, apo e kishim bashkë me Kronin një muhabet para disa ditësh në kuptimin se çfarë ndodhi me atë rast. Dhe duam të dima, keni ju informacione? Në fakt, po, unë kam pas rast dhe mundësi me u marrë me çështën fjalë. 3 personat e arrestuar... Njeri kështë qenë policë, a ka qenë kështu? Po, ishtë policë, në fakt tani më është policë, po. Në kohën kur është arrestu ka qenë në detyrë, është interesant fakti që menjëherë janë liru pimosës e para burgimit. Me gjithë se parë po kalon, ilegalisht, para lajmëruara, u kapën nga autoritetet shtetërore dhe u liruan? Të njëjtit janë i liru mbrana 28 orëve nëse s'gaboj, nga gjykata e procedurës paraprake, janë të lirë janë në Shqipëri, procedura po udhëheqet. Me sa kam informacione, pronari i parave ka sjell disa të dhëna, mund të themi disa shënime të cilat... E justifikojnë pasurin? Nuk mund të themi se s'kemi një vendim gjykatës nëse i njëjti ka arsyetu mjetët, por këto personat të cilët janë arrestu kanë qenë duke i transportu nga Gjermania në drejtim të maqenisë së Veriut. Kosova pas ka qenë pikë tranzit? Po, tranziti, pronari i parave është një qytetar në Gjermani nga Tetova, i cili i kishte kontraktu kompanin për një vlerë 5% me ja transportu, dhe të njëjtit i kishin vendos një vetur, që ne i thëmi dhe më hëmë kombi, e që në fakt vetur transportuse, e cila ishte siguru për mes dhe më thonë zonave të caktume, sidomos tek dyert, për të vendosur ato €1 milion, e që në fakt procedura po vazhdon, prokuria nuk ka ngrit akt akuz, është në hetime, gjykata procedurës paraprake si tash i ka liru të njëjtit, nuk e di nëse janë ftu. Po ku janë parat? Parat janë ndërzuar në Bankën Qendrore të Republikës Kosovës dhe derisa të ketë një vendim që të njëjtat ligje parashak kështu. Nëse ato sjellin dëshmi që parat janë parat të rregullta, 75% i kthehen pronarit, 25% i ndalin. Ato s'kan qenë të tilla, janë dëshmuara? Deri tani nuk kemi një vendim se gjykata e konfirmon nëse provat të cilat vijnë nga
pronari parave janë dhe i vërtetën, sepse këtu kemi të bëjmë me mendim juridike ndërkombëtare për shkak se është një shtet gjerman dhe i mashonisë, e kompania e cila e ka personat e kanë qenë duke i transportu, nuk e dimi nëse kanë pas leje për transportim. Elezi thua se kthehet një pjesë, më fal Kroni, kthehet një pjesë e parave, sepse në fakt ka një kulm të parave që mund t'i fusësh pa deklarim. Pjesa tjetër konfiskohet, as është ashtu? Jo, nëse ju e siguroni burimin e të atyre mjeteve, 75% të tyre kthehen pronarit. Nëse i njëjti... Po, mund të keni pa di më pas për shmanget të tatimit. Nëse destinacioni është Kosova, apo në fakt të vi personi në fjalë, nuk e ka kryer veprën penale në Kosovë, e ka kryer në Gjermani, nuk ka të bëjë me Kosovën. Kosova vend tranzit, po një çështje që po thu, nuk e dim nëse kompania ka qenë në rregull e transportit. Si do t'i transportonte në mënyrë ilegale parat një kompanie që është në rregull? Në fakt, me sa ne kam informacione, kjo kompani është marrë me transportimin e mallrave ndryshëm për Evropës në drejtim të vendeve balltike. Ama këto të parë kanë tjetër licencë. Saktë, dhe reputacion tjetër, e si shka. Me drejt, madje çështja e transportit të parave ka një angazhim specifik. Sepse te veç e hape edhe një shtek të ri, pra kompanitë të cilat kryejnë transportet ndryshme me raste të caktuara sipas asaj që po thotë zotëri Elezi, e ngarkojnë edhe një pjesë e parat. Ari është njëra prej çështjeve më interesante. Ju e keni pa, ju e dini, ju kujtohet, bashkë e kena ndonë një shqetësim, serioz, se si policia Kosovës ka pas një performancë të jashtëzakonshme në aeroport qytetarë turq. Qytetarë turq se si kanë sjellë dhe ju kujtohet që kanë një avaz të sjellë pare me të madhe nga Turqia në Kosovë. Policia Kosovës dogana i ka kap disa herë Ari dhe para në kufi, me qka dhe në kufi së dëmës në aeroport, me qka dhe e nali këtë farë sjellën e parave nga parave, po thëmë, dyshimta. Por të rasti konkret, po du më një herë më u këthy. është shumë me interes me pa një vendim gjykatës nëse parat vërtetohen që nuk kanë qenë mjete me cilat kish mujtë me u kry ndonjë veprimtari që është e ndalume me... Qysh mujtë me vërtetu kjo, zotë Elezi? Nëse personat, shumë e thjeshtë është kroni, puna e parë që bëhet kualifikohet profili i personave me çka merren ato persona, kualifikohet profili i personit i cili në fakt i ka poseduar ato pare. Ju e pa së fundmi, për shembull, kriptovalutat, aksioni i madh i Kosovës ku u sekuestruan 80 milion euro, që lidheshin në mënyrë drejt për drejt me kriptovalutat dhe me mjetet faktikisht të organizatave terroriste. E keni parë për shembull se me rrymën se kishin paguar fare. Se kanë paguar se s'kan pas kohë, shumë parë me numëru, ku me pagu rrymën. Edhe çfarë po du me thonë me këta? Janë këto detaje. Ajo që kisha dashur me vendosur në fokus kroni është fakti që Kosova po bëhet një vend interesant për grupet të cilat kryjnë veprime që bijnë ndesh me kodin penal të Kosovës, përkatësisht janë veprime të cilat ndjekën penalisht Kosovës. Shkoku i pozicionit apo shkoku i mos funksionimit të institucionit? Para është performanca e dobët. Kosova është një vend me fragilitet politik. Ju e keni pa që mungesa institucioneve e ullë performancën e institucionet sigurisë, drejtësisë, e keni pa për shembull se sa Kosova është pa krye prokuror shteti, e keni pa se si Kosova ndikoi në farë forme kushtimisht kena kriju një farë infrastrukture për krimin, duke mos funksionu. Një shtet që performon dobët, gjithë kriminalet e shohin një vend, një oazë të mirë për me operu. Ju e dini që Kosova në herë përsëris. Kosova për një kohë gjatë që s'ka ndodhur me vende të tjera, unë s'kam pa diku tjetër, është pa krye prokuror shteti, me ushtrues detyre, dhe çështja e dytë që është shumë me interes, ju e dini që një krye prokuror i ka kaluar të gjitha filtrat dhe nuk është nominuar si prokuror. Dhe çështja tjetër interesante është që sot prej kriminalëve më të fuqishëm dhe më të pasur në Serbi, Milan Radojić, që llogaritet me një pasuri miliardëshe, burimin e saj ka kryesisht nga Kosova, pra nga rrugët të cilat i ka kontrolluar ai. Shumë interesante kronisë kontrabandimit që e patëm pak më herët si bisedë, Veriu konsiderohet njëra nga rrugët e interesante të kontrabandimit. Ju e dini që kanë marrë... Ka qenë në një farë formë tamponzone për policia. Tamponzone, po kjo i ka kriju mundësi organizatave terroriste që i ka udhëhequr Radojić që mu pasonu. Sepse ata kanë pas fitimin e vetë për komplet rrugët që i kanë kontrollu dhe që i kanë furnizuar. A mujna me thonë se Kosova është vend ku njerëz kanë arritur më bë edhe miliarder prej krimit? Rasti i fundit na tregoi se si një i ri 80 milion euro për një kohë ka shkurt mënyrën se si ka kryer aktivitet me kriptovalutat dhe është një dëshmi e cila nuk mohohet, është një provë publike që shihet se Kosova është bërë zonë e interesit të kësaj lloji aktiviteti, këtij lloji aktiviteti biznesi. Elezi, faleminderit shumë që ke qenë sot këtu. Uroj që këto bisedat na mbesin të kaluara se të kemi biseda për zhvillim. Uroj shumë. Kënaqësi për herë të bashkëbisedojmë me ju, shkëputemi me një sigël, kthehemi flasim për kredi diçka tjetër.
Jemi bashkë këtu në një tjetër moment të programit për të prikur në fakt një ngjarje që kishim trajtuar edhe dje, vdekja e 2 motrave kosovare nga familja Zubaku prej fshatit Topanicë të komunës Kamenicës